Në Xar të Sarandës ka nisur puna për ndërtimin e 9 stacionit të ri elektrik, i cili do të rrisë sigurinë dhe kapacitetet, duke përmirësuar cilësinë e shërbimit për banorët dhe bizneset e zonës. Ky investim, i cili pritet të jetë gati në muajt e parë të vitit të ardhshëm, i përgjigjet kërkesave të zonës, por edhe zhvillimit të pritshëm të saj në vijim. Në stacioni i ri do të jetë në shërbim jo vetëm të banorëve të Xarës dhe Konispolit, por edhe zonës turistike të Ksamilit, e cila ka një fluks të shtuar gjatë sezonit veror. Zëvendës kryeministria, njëherë është ministër i infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, së bashku me administratorin e OSSH, Blendian Dalipi, ndoqën nga afër ecurinë e deri tanishme të punimeve në kantierin e 9 stacionit të ri. Është një stacion totalisht i ri nga e para, i cili ka filluar ndërtimin në janar të vitit 2024 dhe sipas kontratës mbaron në maj të vitit 2026. Por duke parë dhe ecurinë e punimeve, po ashtu siç kemi zakon në tilla raste, ne do ta mbyllim besoj brenda 3 muajit të parë të vitit 2026 para afat. Ky është një stacion 110 njezesh me një fuqi prej 50 megash të instaluara, që do të thotë një 8 fishim i kapaciteteve të atij që është ekzistues. Sot kjo zonë furnizohet nga në stacioni ekzistuesi i Livadhjas, një stacion i cili është ndërtuar 1966. Vitin 1966, i cili nuk garanton as siguri në furnizimin e energjisë elektrike të gjithë zonës, por as i shërben më kësaj zone pasi kapacitetet këtu sa vinë dhe shtohen çdo ditë. Zëvendës kryeministria Balluku theksoi nevojën për ndërtimin e këtij në stacionin të ri, i cili do të ketë një impakt të rëndësishëm në furnizimin me energji elektrike në të gjithë zonën e jugut, e cila ku me nisjen e sezonit turistik fluksi lëvizjeve është rritur ndjeshëm. E gjithë zona e jugut tashmë këtu ku ndodhem është një zonë e cila e shumë fishon numrin e banorëve nga maj deri në tetor. Nga ana tjetër është një zonë e rëndësishme edhe për sa i përket bujqësisë. Këtu dhe ne kemi diskutuar nga fillimi që energjia në këtë zonë nuk duhet vetëm për banorët, dhe flasim për 7.000 abonentë që përfitojnë nga ky projekt, apo jo? 7.000 abonentë do të thotë 7.000 kontrata, por mesatarisht me 4 banor për familje, sikur ta marrim mesatarisht, flitet për rreth 28.000 banor të cilët përfitojnë. Por nga ana tjetër, siç tham, këtu përfitojnë të gjitha njësitë turistike, qofshin këto hoteleri, restorante etj, por edhe të gjitha njësitë e bujqësisë të ngritura në zonë, siç janë serat apo fermat e ullishteve, të agrumeve e tjerë çfarë prodhohet këtu në zonë. Referuar sezonit turistik dhe furnizimit me energji elektrike, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë theksoi se deri më tani situata ka qenë në normalitet të plot pa problematika, ndërkohë që edhe për javët në vijim, kur pritet të jetë edhe piku i sezonit turistik, janë marrmasat për të garantuar një shërbim sa më cilësor. Kemi filluar të mbyllim dal nga dal ose ta vëmë tash në funksion projektin e shumë pritur për ne, që është projekti i linjave tensionit mesëm, tensionit ulët 20 kV nga Palasa deri në Himar. Brenda muajit qershor do të vëmë një pjesë të bregut, pra gjithë zonën e bregut, që është zona e krahut djathtë kur ikim në drejtim të Himarës, do të kalojnë në rrjet kablor. Pra do të kemi më linja ajrore përveç zonave të fshateve, që edhe ato shumë shpejt do të marrin zgjidhjen po brenda Stinës Verës. Ndërkohë kemi një zhvillim të rëndësishëm dhe në qytetin e Himarës, ku gjithë qendra e Himarës së bashku me zonën e Livadhit dhe me zonën e Jalës do të kalojnë në rrjet 20 kV. Ndërkohë kemi mbyllur një investim në Qeparo. Gjithë pjesa e fshatit lart ka përfunduar shtrirja e rrjetit të ri së bashku me linjat ABC, që janë linjat e veshura tashmë që të gjithë e dimë që janë linja që përveç se garantojnë furnizim të pandërprer, garantojnë dhe nivel tensioni shumë të mirë. Në stacioni i ri elektrik në zonën e Xarës do të ndikojë gjithashtu edhe në uljen e nivelit të humbjeve në rrjet.